Në turneun botëror të tenisit që po zhvillohet në Shkodër për kategorinë U18 ka përfaqësuesve nga kombëtarja e Anglisë. Kemi sportistin këtu dhe trajnerin e saj, të cilët do të japin emocionet, impresionet e tyre për pjesëmarrjen në turnes. Dhe mish prezantimi juaj. Gabby Pacheco Lagoda. And Roberto Pacheco. Cila është përshtypja juaj në këtë turnes? Si u duket zhvillimi, rivaliteti, konkurenca? I really like the tournament. It's got nice facilities and nice courts. Yeah, the club is amazing, really good facilities. The weather been amazing, good level, organization, very good. And yeah, we're very happy to be here. Po thonë që janë shumë të lumtur me organizimin, edhe niveli lojtarëve është i mirë, edhe gjithashtu kompleksi ka një ambient shumë të mirë të cilët i ofron lojtarëve. Cili është përfaqësimi deri tanishëm në turet e para për sportistin britanike? I won my match yesterday and I hope to play well in this tournament and get far into the tournament. Ndeshjen e parë ka fitu dje, sepse ka luajtur ndeshjen e parë dje dhe pret që ta fitoj turneun edhe pas fitoreve në raundet e tjera. Nga Anglia në Shkodër, si kjo udhëtim dhe kjo pjesëmarrje, si e vlerësoni aktivitetin? The journey was difficult. We started very early in the morning. We flew to Montenegro, and then we had a friend pick us up from the airport and take us to Shkodër. We have a lot of friends. There is a lot of Albanian people in the UK, and they all told us come here. Kam pas një rrugtim të gjatë për më ardhur deri këtu, sepse kam pas fluturime në orët e hershme të mëngjesit. Mirë, po këta pas kanë shumë miq shqiptar në vendin ku jetojnë, edhe ata i kanë sugjeruar që me ardh këtu edhe me vizitu, edhe me luajtur turne gjithashtu. Kjo është hera e parë që jeni në Shkodër? Hera e parë. Not the last one. Por jo e fundit. Dhe së fundi pretendimet për turneun, deri ku mund të shkojë sportistja juaj? Okay, the level is quite good. It's very high, especially the boys. Some great players there. The girls, I had a chance to see some of the players very good. And the expectation is always win. But first of all, the player getting comfortable and confident in the tennis court. Po thotë që ka lojtarë me nivel shumë të mirë, sidomos tek djemt. Mirë po dhe tek vajzat ka disa lojtare që janë shumë të mira dhe sigurisht që pretendimet e tij janë që lojtarja e tij me fitu turneun. Mirë po duhet me shku hap pas hapi. Faleminderit. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you.